Naim sprovove veten në të gjitha zhanret dhe jashtëzakonshëm ishte jo një, po sa ishin filma për fëmijë. Unë përquj filma, besoj që i keni quajtë edhe ju. Janë projekte të shumta të cilet unë e kisha qef mi thonë mjuzikle për fëmijë. Mjuzikle për fëmijë. Mjuzikle për fëmijë dhe u treguan shumë të suksesshme, se tjetër është e bën një këngë për fëmijë për mësuesen, pastaj një këngë tjetër për lulen. Po ku do të bësh 1 orë gjys muzikë dhe ato të ndërlidhen këngët me njëra tjetrën, ishte zhanri më i vështirë, absolutisht, edhe për Hollywoodin mjuzikli ka qenë zhanri më i vështirë. Dhe naturisht të kënduara të gjitha nga fëmijët, 4, 5, 6 vjeç, do më thonë morë shumë e re, dhe të interpretuara, do më thonë ata luanin rolet, bënin të gjitha interpretimet. Për mu ishte një përvoj e vështirë, por kënaqësi e pafundme. Përvoj tjetër, e jashtëzakonshme. Diçka krejtësisht tjetër. Kështu që nëse e la punën si kompozitor me këngëtar të rritun, me fëmijë do të vazhdoj. Karrierat e shumë këngëtarëve absolutisht flasin me punën tënde, me këngët që i ke bërë ti. Kështu, në produksionet tua, sidomos për vitin e ri, duke sprovuar veten ka pak edhe në humora, që është shumë interesante, se kisha mendu më herët që në atë thesarin popullor ke depërtue me kap, me vunë skenë, herë parodizuara, herë metaforike, herë satirike, herë shtu. Mirë po, e fillove, si kur prite çdo vit, edhe një tip parodie, po me Adelina Ismailin, atë këngën Maman i Zhagun, edhe, po, për mua kishte sprov gjithçka. Naimi po bënte tashi, përveç muzikës popullore dhe zbavice, po bënte edhe rap, edhe hip-hop, edhe parodi brenda një këngë. Po, unë ndërlidheshin gjërat. Unë e kisha idenë ka moçme që du me bën një këngë me qelsa, me shishe, me tenxhere, dagduk, dhe prej aty në del një këngë dhe dulen qajat. Përzini qajat. Hithi, mega hit. Unë prita thash mos... E qitë këngë na ima patën... Ku është tak pat qitë? Ja nuk pa patën qitë. Mos po do me thonë që ta kam vjedhë. Jo, valloj, që, ku është në telefon ka thirë Safi, që na këni grep. Tha Safia, mëj ta marë qitë këngë, thash mërë tha, bërë me Anton me kënu Adelina. Thash, u bëne e mira, u a bëne e Adelina mirë. tha ju, Adelina, hajta të përra. Adelina, jo. E që të na e për në tonë, se... Më rrimë që atë kohë dufti me kënu se që atë herje kanë. Na e me dhe kneshin tonë. Po? Ullë shumë tonë me kënu e ta mërë kemenja si pazor terrel. Po? E unë e nala pak. Se be na e më qysha E dhja. nale, po që tash asë si... Na e më. Je, ty pa trash. Qëre qysha dhja, ja. Je, nuk ka për, dhe 1 minut. Na e më Krasniqi. Vesh pak. Shqiptari, foli diçka serioz, bane humor, duar të kitje. Pretu në i thëmë. Na e më Krasniqi. Një duar të kitje. Kompozitor i mirë sa dush. I madhë sa dush. Kena regjisor të mëllejnë Kosovë sa dush. A kena im? Po. Sa dush. A bëhet filmi i keqën Kosovë bëhet. Pse? Se nuk e vetë babën. Jenë dalë dhe regjisorat i të vogël, tani për del filmi jo i mirë. Qashtë, shka në këna kongën, pa shka vetë babën se nuk e more. Babës për dha por atë veç, a pa të pilqembe që kanë guhe. Këtët, opo, oja, të tja që kë. Kjo si këta doktorat e moshknive. A po, a? Tha që kë je i tëpën. Dhe dhe sa të jetë në këmë mënën, me që harin nga po, Një se kemi arë, falimderit shumë, respekt shumë, shumë të madhë, njeri hiteve, njeri që ka përnu shumë, që po i thëmë, njështë e hiteve, jenë largu e pak, jenë hi e shtu se për vjenë morë që ka bëhet. Qa po bëhet? Ajo për këngën është vërtet. A qa këtë? Fillimisht e kom shkru. Ta hoza me frimë, frimë, o pasha zëtin teshat mu tërshin me qitë kongë. Po, a? Poj që qa, frimë, frimë, tërke ma i ta salit, me, ka isha. A i mirë gënë vete, që shies, se s'na rove full qisheni. A një mirë që shë këna imje, se na kanë bo dy na ima, veç edhe në na im për na vynë, e me më qelë me mihrin. Mirë se këni orë, kënë nuk jelen me full. Në hu me full veç ka dush. Nuk len kë. Po, edhe të ka thirë vlohë pa pregadit, ty u dosh me di që
Kongë të tua, ti orë të vish me full, a përshë që pësin ka pak edhe me kënue? Po, këtu. Pa të se ki problem, Unë qofi me këta rinin, playback-a ti me në qofi. Playback-a ti shtine live. Veç e me shatorin qiltë pome. Po, Unë falë na i vëzhnarë. Në edhe klarinetit i bjanë edhe ti për Kjo shumë dhe këcen mëre, po kjo që dzeni edhe këcen. Po mërë, kjo dhe këcen me dashë kjo. Kjo dhe këcen, pasha zoti pro. Pasha që jem bo pak. Përdini qoja. Ne ma kemi vjetë, nëse që na përshkojnë. Ja, më shkani. Ja, më shkani se jemi kafuni edhe për i përcjellim bashkë pastaj. Kafuni? Po. Ja, kafuni me këto kurs, më rështë me kohë. Jo, asnjëherë. Ky ka me folje dhe 80 vjetë ko që a thëmë. Si e thamone, nuk është të Nuk thëmë. është të thëmë për të dhënë dhe për të thëmë të tëra për një emision. Dhe ty dhe nuk shkoj, gani mjetë, a fati dhe ujë për Po ja, kur qysh. gani mjetë a pin me shishe, a pëta qës me kapaka me gëtë. Gani mjetë që shjesë s'na rahis me të Na e qështë jalla hine. Premtesi publiku da em. Po. Që ki me bo një kongë, se ke pëshu e bo. Të mirë. Pa mre, jetë mirë, ti ke bo kongë jetë Kësë përshon asë njerë, Di që nuk përshesh, to do është të me thonë, pa bëje një kongë që si, që shpe bojnë krejta, bëden, hula, dola, që atëm, pështeja, si, sane, anina, bëden jo. Zden. Kush nuk din? Vallaj, zden me bo. Jo, unë qëjtë din jo, unë qështu që din që si. Ja veç duhet me mësu gjuhën. A din me kënu e kesh, na em. Nëse din me kënu e kesh, që bë, nëse zdim, këmonë qafë. Që shje bëna Ja, se po to si s'me thume ta boty një Ha? kongë. Një parodit ke shkue. Pa kesh ku nëse ma bëm për ty bëse po këse që ashtë pritan. Kush? Edhe i koni që një punë tash viteria, ti Po afrohet. Jalla, e kem një me Adelinën e nështë takse. A po, a? Me Mahmutin kam qef. A ki Mahmutin? Po, qështë se Ha? po? E me Mahmutin kam qef fërt me bojë. E shoqin a kje? Ja, shoqa, jo. Krejt dyja që ku e koki ka përullin. Po, e po mirë. Gjyqysh Pas na bo, vërtet. e kena bo misionik bio. Bio? Po. Pse? I televizionin destini, edhe na edhe krejt qysh bio i na bo. A bio po doket, edhe një stënish edhe Naimi dhe Gonja dhe krejt, a? Da i na na nistënish. A po? Pa da i na Edhe nistënish. ti bio? Po, që në mëj me thonë në rëtë këpë sjena? A di gani mirë qyshia që jetë po, që kona i shana. Flok të fri, bravo. Kur, pse s'din mu plok, për mirizin mu plok, veç edhe ti si mihrian jaj. Në tregom, Naimi tash është të pregadit një absolutisht për vitin e ri, produksioni Gjithë ka ti. pregadit, hiç Diçka s'di t'jashtë gjithë ka zakonshme. pregadit. Naimi je në vlug të punës këtyre ditëve. Po, na ka me dikun edhe një javë, 10 ditë punë inqezime dhe Kryen, a? pastaj shkojmë realizim final. Me stupave qimenti. Shkojmë finale, naturisht edhe sond mu mushmenja që disa këngëtarë mi marë Akoma prej këtej. prej këti emisionin tjetër, një stënish jena mrenda. Absolutisht, brenda shtëpisë. Mrenda shtëpis, A jemi, di që është mos mjesteria? dalin paret në gjeti. A di që është mjeshtër jashtë zakonshëm, e rregullon skenografin vetë, po është mjeshtër jashtë zakonshëm. Ti se ke idenë, i punëve, në Shqipëri thojnë marangoz, Po, Maragës. edhe atë e bën me Maragës dhe me thonë në Shqipëri, thojnë qito. Zdruhtar. Po, doktor, dhe me thonë, më shharro Maragës, se nuk hohet Maragës. Dhe me thonë është punëtori mirë, dhe me thonë është. Naim, ishte mrekulli që të kishim musafirë. Vesh me na imi se ta shpjegojnë intervistën me muën. A kribe me A këta? po, na, një nise, Gani vazhdo. mjeta, përshkën ti. A i gane, me i po Dashta me kalzu, shkova para 2-3 netëve të Naimi, tha, qa ke bona e sana, qa ke boa, më këqyri, tha, hiq ma pak se 25 këngë të reja. O, mashallah. Të reja, komponime të reja, tekste të reja, edhe dhjet. Po ishte mrekulli Me që... o pas lakmi. Ishte mrekulli që live kishim sonte, edhe juve, edhe Ganimetën si bashkëpunëtore, edhe gjithë këtë armat, krijuesish, performuesish rreth te. Shumë faleminderit që ishim me ne.